Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Këtë të njëjtën përfundon afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të Republikës Kosovës. Nga vetëvendosja është propozuar vetëm Glauk Konjufsa. Merret kryetaria e Kuvendit të Kosovës Albulena Xhiu konfirmoi se Konjufsa ka marrë në shkrimet e 30 deputetëve të lëvizjes vetëvendosje dhe të grupit multietnik. Sipas dokumentacionit zyrtar që unë kam para vetes, një pjesë e deputetëve nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje, si dhe disa deputet nga grupi multietnik ka nominuar zotin Glauk Konjufsa për kandidat për president. Thirrja e saj është për paraqitjen e një tjetër kandidature që do të mund të hapet seanca për zgjedhjen e kreut të shtetit. Procedura për zgjedhjen e presidentit kërkon që në proces të jenë së paku 2 kandidat të vlefshëm. Procesi i votimit nuk mund të fillojë pa u përmbushur ky kusht themelor procedural. Në Kushtetutën e Republikës Kosovës në nenin 86 thuhet se zgjedhja e presidentit duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë përpara përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Presidenti Osmani u zgjodh në detyrë më 4 prill 2021. Ai mori votat në raundin e 3 të votimit për një mandat 5 vjeçar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti shpreson që brenda ditës të ketë një kandidat të dytë për president. Urojmë, besojmë, shpresojmë edhe në një kandidaturë të dytë në mënyrë që ta përmbushim kërkesën kushtetuese për garë. Mund të vetëvendosës kandidati i dytë. Në rast të dështimit të zgjedhjes së kreut të shtetit, vendi shkon në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Zëvendës kryeministri dhe kandidati për presidenti i Kosovës nga vetëvendosje Glauk Konjufsa deklaron se është gati të votojë dhe presidenten Vjosa Osmani nëse është një kandidaturë e propozuar nga opozita. Thirrja e tij është që opozita të paraqesë ofertën e saj politike për zgjedhjen e kreut të shtetit në mënyrë që të shmangen zgjedhjet e reja. Ka shumë njerëz më të përgatitur se unë, po le ta propozojnë. Po pra, Vjosa Osmani, ose këndo që dëshirojnë. Edhe unë vetë kam e votu, po ata nuk po dojnë me propozu. Dhe unë konsideroj që nëse nuk e propozojnë, nëse opozita nuk e thot asnjë emër, qoftë edhe një neutral në të gjendje, atëherë kjo është përcaktim i qartë për me shku në zgjedhje. Ishte Glauk Konjufsa. Partia Demokratike e Kosovës ende nuk ka një kandidat për funksionin e presidentit të Republikës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, deklaroi se bisedat me kryeministrin u përqendruan në parime dhe jo në emra konkret. S'ka marrëveshje. Ne kemi folur për parime, kemi dashur me pas vani president, urojmë që të ketë president. Ai deklaroi qartazi se i kërkoi kryetarit të vetëvendosjes që presidenti të jetë një propozim i Partisë Demokratike të Kosovës. Ne kemi kërkuar që paraprakisht të dakordohemi që presidenti të zgjedhet i propozuar nga rrota e Partisë Demokratike të Kosovës, një emër i dinjitetshëm, që s'do thotë brenda struktura e Partisë Demokratike të Kosovës, por mund të jetë edhe jashtë struktura e Partisë Demokratike të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës ja faturon dështimin e mundshëm për zgjedhjen e kreut të shtetit kryeministrit Albin Kurti. Kreu i grupit parlamentar të LDK-s deklaroi se përgjegjësinë për çështjen e presidentit e mban partia në pushtet. Jona Lushaku nuk mohoi se një kandidaturë mund të jetë edhe presidentja në detyrë Vjosa Osmani. Deri në këtë moment, partia e parë e mban përgjegjësinë për të prezantuar një emër për president, edhe me thirrë seancën me 30 nënshkrime. Deri në këtë moment s'kemi ndonjë kandidat që është prezantu, kemi shpreh gatishmërinë tonë që të marrim pjesë edhe në dialog edhe në procesin e zgjedhjes, ashtu siç e kemi edhe obligim, edhe siç i takon secilës parti parlamentare në një shtet demokratik. Për këtë e kemi shfaq gatishmërinë tonë, po varet nga partia më e madhe parlamentare e cila i ka numrat, edhe për ta përmbyllur këtë proces edhe për t'i dhënë kohje. Është vërtet përkeqardhje që deri në këtë moment nuk kemi qartësi të procesit edhe nuk kemi ndonjë emër për president. Deklaroi Jona Lushaku nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.